Një ditë pas njoftimit të deputetit Damian Gjiknuri, i cili pritet të shërbejë si bashkëkryetari i komisionit, palët kanë konfirmuar formulën e dakordsuar ku mbetet vetëm detajet teknike për zyrtarizimin e vendimeve. Komisioni do të përbëhet nga 16 anëtar. Majoranca ka siguruar 8 vende, ndërsa opozita 8 vende të tjera, duke përfshirë përfaqësues të Partisë Demokratike, Partisë së Lirisë, Partisë Republikane dhe Mundësisë Agrosheajt. Majoranca ka vendosur të tërhiqet nga cilësimi i PSD-s si opozitare dhe ka caktuar një vend për partinë e Tom Doshit, ndërsa partitë e tjera opozitare si Shqipëria BE dhe Lëvizja Bashkë mbeten jashtë përbërjes së komisionit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Cilibashi kërkoi nisjen sa më shpejt të punës së komisionit gjatë rrezës me Komisionin e Venecias. Ekspertët ndërkombëtar të Venecias nënvizuan se ndryshimet e shpeshta të kodit zgjedhor nuk janë produktive dhe dëmtojnë besueshmërinë e procesit zgjedhor. Kjo dakordsi e re mund të shënojë një hap vendimtar drejt reformave të pritshme, duke krijuar një platformë të qëndrueshme për rishikimin e ligjit zgjedhor para zgjedhjeve të ardhshme dhe synon të ulë tensionet mes partive përmes përfaqësimit të balancuar.